Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se vini në Face Show. Për të gjithë tani kam menduar si ta filloj këtë emision. Mbase gjithë java që kaluam kishte vetëm një temë, marrëveshja, nënshkrimi i marrëveshjes dhe më fal. A kam drejt tash dikuj mja urime në nënshkrimin e marrëveshjes, dikuj ngushëllime për nënshkrimin e marrëveshjes, kështu që mu pajtu të dy palë. Ka dy opinione në Kosovë, atëherë dikuj na urime, dikuj ngushëllime, mos t'jem, do thotë jem gjithë përfshirës. Mbase këtë marrëveshjen e nënshuar nuk pe kuptojnë shumë njerëz, bire siç po duket as Ashton nuk e ka kuptuar, por megjithatë kanë dashur me kry punën, pas bisedimeve të lodhshme e tjera, do një marrëveshje kem, çka është ajo ta shohim. Mbase është e njëjta situatë sikur në lëndën e kimisë apo në fushën e shkencës së kimisë, kur ju bëni një formulë kimike, por jo në laborator, por një herë e bëni jashtë, duke vetëm shkruani ashtu elemente, pastaj futeni në laborator dhe aplikoni formulën dhe dini çka ndodh. Bam! Të shohim implementimin çfarë do të jetë. A do të bëhet një show tjetër në Kosovë duke vazhduar implementimin dhe interpretimin. Po më rëndësi është që për neve kosovarët është atraktive jeta. Do të kaluan ja 13 vjet pas lirimit, do të vazhdojmë edhe tutje merrem me vetëm me pakica. Nëse ju kujtohet ka qenë një tupitje e kokës dhe trurit të kosovarëve, flas për palën shqiptare, duke filluar pe standardeve, nëse kujtohet, e tjera marrëveshje, tash kemi implementim, pastaj kemi një MSA, pastaj një FSA, një çështu, vazhdojmë tutje. Burem Hoxha, mirë se ke ardhur në Face Show. Mirë se gjeta. Bashkë me bendin nga Perzereni, apo? Nga Perzereni. Perzerenden, apo? Hoş geldiniz, ha? Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm, okej. Faleminderit shumë. Pse juve... Pse Prizreni do të gjithë thojnë nga shqiptarë, shumica flasin turqisht? Po është një trend, pjesë... është stili jetesës, ha? Jo, nuk flasin gjithë turqisht. Po nuk flasin normalisht, se aty ka gjysa prezident është Malishevës, normalisht, po... Ka dhe një pjesë, domethënë, e pakicës turke, janë aty, edhe flasin turqisht, normalisht ka dhe në gjuhë tjera që flasin, bosnjakisht, shqip, është Gorançe, ajo që tërbesha, po... Ajo njëjta gjuhë është, thuja se po, kështu që ndonë. Qyteti ma multinacional në Kosovë. Apo krye qyteti i themerimit kombit shqiptar, po ashtu gati, lidhjes Prizrenit, shumë interesant. Qysh po kaloni mirë atje? Prizren zakonisht vjen vera dhe unë janë një muj para se gjitha qytetit në Kosovë. Po, mirë shumë, është një klim, tashti thuja se bregdektare, masi po më rritën mu do kivje do... Po, mirë shumë. Si Shqipëri, me të thonë drejtën tash është shumë mirë atje, një atmosferë mirë se ka shumë turista. Po. Është një qytet që ofron shumë gjana për turista, ka shumë monumente historike, i ofron këto gjana që i bën njerëzit në arë me pa, me vizitu. Qka po ba, ku jeti, po der po publikosh një herë dy, mas dhe i po ik. Qfa po ndodhë me këtë skerin muzikore? A, je i gulfatune? Jo, une kam qenë në fakultetin ekonomik, menagement dhe informatik. Po, ta shënë në për dasma. Ta një master, po dhe sezona dasmave. Me të drejtën jam aktiv, po kështu me kanë, pak kam pauzu për shkak fakultetit. Njështu, po me ndoj me bo dishka pak ma të veçantë, edhe besoj që do të arri. Mirë, që beson zërë do të arrish. Faleminderit. Do të vazhdoj unë me këto temat e mija për opinionin, basë është fjalla për marrëveshjen. A ke dëgju për këtë marrëveshjen që është në shu, apo jo? Po, mirë. është shumë interesant se në Kosovë janë dy opinionin. Njëra do të që është kundër marrëveshjes dhe kritikon nënshkrimin e marrëveshjes, dhe pala tjetër e cila e përkrah marrëveshjen dhe e shet do të si një hap drejt integrimit dhe stabilizimit të situatës në Kosovë. Dhe çka është interesante, këta që janë kundër janë duke i kritikuar këta që janë për. Dërsa këta për, një kosisht i kritikojnë këta që janë kundër, duke u propozuar që ta lexojnë mirë marrëveshjen dhe ta kuptojnë. Dërsa këta që janë kundër, kanë filluar ta lexojnë marrëveshjen, gjitha ato 15 pika, duke u munduar të kuptojnë diçka, por nuk e kuptojnë. Dhe në fund kthehen prap te këta pala tjetër të cilat janë për këtë marrëveshje, duke u thonë, lutem na shpjegoni dhe çka është, jo ta na interpretoni. Dhe këta thonë, nuk e dim asnjë sepse derisa të fillojë të implementohet në praktik, nuk mund t'u shpjegojmë asnjë. Kështu që kërkush nuk po merr vesh kur gjë, me rëndësi, si duket asum nuk po mundem me shpjegu, po diçka është në shkruar. Mirë është.
Po fillojmë me shtypin të shohim temat kryesore të kësaj jave, pastaj vazhdojmë me dy mysafirë shumë interesant. Do ta promovojmë një gazetë shumë interesante. Fillojmë prej Catherine Ashton. Catherine Ashton thotë ishta e pasigurt deri kur u firmos marrëveshja. Të gjithë kanë qenë të pasigurt. Të gjithë do të aksidentalisht e kanë nënshkuar të marrëveshje. Do shta si dihet thojnë hajrit ku vjen. Vazhdojmë. Brukseli u aqel dyert Kosovës dhe Serbisë. Vetëm se këtu ka një dallim, sepse Serbisja ka qel një derë të madhe, Kosovës një derë të vogël. Vazhdojmë. Krizë për prokuror. Prokuroria speciale vijon të mbetet në Ullkryq. Thotë, s'po don kërkosh më bo prokuror. Është punë e rëndë, si duket. Po në një shtet ku nuk ka prokuror, thonë se nuk ka shtet. Po, unë kisha propozu prokurorisë, le të fillon me bashkëpunu me organizatat jo qeveritare, me shoqërinë civile dhe me gazetarë. Do të spagu qëto paga që është dashin marrë prokuror, le t'i marrin gazetarët, edhe ashtu shumica gazetare, po kryen punë të prokurorëve. Vazhdojmë. Kosova sa të gjyqtarët dhe bankjerët në nënhetime. Pa e mendon, nëse hynë këta nënhetime dhe hynë burg gjyqtarët, po edhe bankjerët, as ka kush me na dënu për gjoma në trafik, s'ka kush i ekzekuton ato tiketat me përmes gjyqit e sende. Po çka është tjetër edhe bankierët nëse hyjnë burg, s'kena ku me marr kredi. Ky është qetësim shumë i madh për shqiptar, mos vetë. Vazhdoj. Edhe qeveria ja bën like marrëveshjes. Kabineti qeveritar ka miratuar unanimisht. Normalisht se mos m'ja bo like ose me bo naj koment, me njëherë shkon te për i kryeministrit unfriend. Prezentohet raporti 3 mujor, 2.1 milion euro për udhëtime. Si duket kë qeveritarët ma shumë rinë aeroplan se në zyre. Ka punë shumë, dhe Kosova është shtet në ndërtim e sipër dhe do të me udhëtu njerëz me pa botën dyfishon avancat dhe shpenzimet për udhëtim. Më kujtohet një rast shumë interesant, dy mesh të Kosovës. Një biznesmen Kosovë, i cili pagun tatime vazhdimisht dhe tjetri një zyrtari i lartë i qeverisë Kosovës. Ky zyrtari qëllon në Gjermani dhe shtret miku i vet nga Kosova, thotë ku je, thotë në Gjermani. Thotë okay, edhe unë do të vi atje mas 2 ditëve, po ky biznesmeni thotë unë vi me parët e mia. Thotë po unë me çfarë parë kam marrë thotë ky, thotë nuk e di, po unë me parët tua kam marrë. Botuesit nuk gjejnë arsye për fest në ditën botërore të librit. Fatkeqësisht, dita botërore e librit u bisundua nga tema e futbollit në mes Bayernit dhe Barcelonës. Dhe këtu shihet që trurit kryesisht i kosovarëve nuk është interesuar më për libra, kryesisht përpara i kanë quajtur njerëz që kanë lexuar koka, dhe tash kryesisht kemi qytetarë me koka të futbollit. Greqia i premton Kosovës mbështetje politike nëpërmjet të rrugëve ekonomike. Nëse mundet dikush me shpjegu këtë mbështetje çka është kjo, gati dikon që i takon do të në interpretim të mirë, do të në zhargonin popullor i bjen sikur ajo plaka e famshme e Bajram Recepit, do të shto na ndihmojnë këta. Intervist me Jan Peter Olters, në Kosova sot të investitorët e huaj nuk u pritën me duar hapur. Rritja ekonomike ishte më pak si 3%, nuk e di tash ky që ka mendu në Kosovë, po flitet, a ky e ka pas do të që investitorët mi prit me duar hapur, kështu? Se unë kështu i kam prit me duar hapur, zakonisht që vesin që e rripa. Studentët i bien fyllit para qeverisë. Dhe kjo me njëherë kanë gjallë një reagim shumë interesant. Dhe kur i bje fyllit nëse kujtohet nga traditat e lashtat të Arabisë, çka bëhet? Gjarpë në qokryt. Dhe mas e dim që kryeministri ka pasur nofkën gjarpre gjatë luftës, përveç që ka këshyrë kokën pak, thotë ka vazhdu punën, kurrë tjetër. Nga një lumëtim thuhet se Amerikanët dëshirojnë fëmijë si Einsteinin, ndërsa Evropianët lumturinë e tyre, ndërsa Kosovarët vetëm të ngopen fëmijët me boka, asgjë tjetër, këtu është dallimi. Vidhet kasaforta me para në Ministrinë e Infrastrukturës. Policia është duke hetuar rastin. Normalisht, unë si qytetari i Kosovës jam në gjendje ta ndihmoj policinë, unë kam disa informata parapakisht sepse më interesoi si është e mundur mu vjedh një kasafort. Do të që kishte dikun parafërshirë 300-400 kg.
po dyshohet në Spider-Manin ose Batmanin, këta janë dy dyshuar kryesor, është e mundur edhe ndaj fëmijë me vjedh, çka din fëmiu çka janë 300 kg, ka bajt, kështu, çka di unë. Suksese në gjetjen e vajnave. Okej, faleminderit Gazeta Auditore. Mbase nuk po shkruhet miras për Gazeta Auditore, sepse shumica atyre po dalin në versionin virtual. Bujar Hoxha, Vllau im, Bujari. Burimi, po, Bujari, po. Ngatrojnë shpesh. Po, shpesh ngatrojnë. Enver Hoxhën diçka s'keni, thot, familjar? Jo, me qytet më afër se ju. Me qytet, po. Po, dikënd Hoxha të njofshëm se Fadil Hoxhën, se ke, thot, familje diçka? Jo? Jo. Po, vetëm pyeta kështu, si mbjemën Hoxha është i shpesht. Po. Po, për atë. Do të na këndosoni diçka? Po. Çka për shembull? Po filloj me dashurinë, me se është Po, më si mirë. na pranverës. Po. Po, bukur shumë. Me dashuri po fillon, që po mendon me përfundu me diçka tjetër apo pse? Me pleshërinë, dhe im pleshni. Me dashuri dhe pleshëri. Bravo, shumë bukur. Bravo. Të lumë të... Kam një pyetje kështu, se s'po me kuptu, që gjenerata resh, do ere ma shumë janë melankolik, janë vujnë shumë për dashuri. Çka është pyetje tash, tani ka lirimat madhe të komunikimit, përpara për një me thonë që kanë vujt generatat baballar tonë, kanë vujt veç me pa një femën, se jo me i këndu, ose me najt do thot një mashkull me 5 femra, do thot, si shohim tash. Çka që po vuni ka shumë, çka po ndodh me këtë dashurinë e gjeneratës tre? Është kjo veç virtuale ma shumë Ndoshta ma shumë po kërkojnë këta të rritë. Apo? Dashurinë, se kanë mundësinë tash ma shumë, se vetë tha edhe përpara s'kanë pas, që shtregojnë. Me qenë se e kanë mundësinë, ju bjen që shpesh edhe me vujt për dashuri. Po, se nuk mund është bashkë gjithkohën, do më thonë, me pas ti në zemër, me afru nga të vetës, diçka që nuk pranon ty. E tani këto kongët, jenë diçka me ngushlu dhe pa rretshme, mas ne po vuni shumë. Shumë po vuni kjo gjenerata e rritë, diçka. Na jo, veç na i knojmë kongët. A veç i knojmë kështu, do të s'pa emocion, okej. Okej, se... Shqetsova, mi u thonë drejten. Kam disa student fakultet ekonomik, për një dhurat prej Kinemas 6D, kinema interesante, gjindet gjithandej Kosovës. Mase jeni pak të rritëm, po interesant, është atraktive, një avantur, ta kaloni të Kinemaja 6D, gjithandej, në gjitha qytetet e Kosovës, edhe në Prishtinë, edhe në Gilan, Ferizaj, Mitrovice e tjera. Do të vazhdoj me juve ma vonë, barë më interesoj këtë diçka nga shtëpia juaj, kam dëgju që keni shtëpi atje që ka qenë vatër e organizimit mjekësor në Prizren, është e vërtet? Po, shata mjekësisë familjare për të parë, do mënë dega në Prizren, u themelu do mënë shtëpinë time, bashkë në dhomë edhe ku flej unë, kurse në shtëpinë e Agjës, ka qenë gjimnazi për 7 vjetë të gjysëm gjatë luftës. Mirë shumë, a i kanë rënu tash? Jo, është shtëpi edhe banoj. Mirë njoje, po? Po, mirë që ka ronë mend. Dëruar të shikues, sonte më duhet të ftoj e kryeredaktorin, edhe një biznesmen tjetër po ashtu, është fjala për revistën Ekonomia. Çka është interesante, dini vazhdimisht Kosovë sa shumë njerëz merren me politikë. Gjithandej, kudo që ulesh, në çdo ambient, kudo që të bjen me prit, mundet me qenë që tema e dytë mund të qenë politika. Base çast shumë folet për politikën në Kosovë, po gati që kërkush nuk na vet. Legjit nuk na vet neve, po nuk e vet as kryeministrin ton. Gati që veç flasim për politikë si hobi. Dhe çka është interesante, thuhet se sa më shumë lexojmë dhe dimë për ekonominë, aq më shumë jemi të fortë në politikë. Dhe sa më shumë lexojmë dhe dimë për politikë, jemi shumë të dobët në ekonomi. Dhe kjo është saktë çfarë po e them për situatën në Kosovë. Ma në fund doli në dritë një gazetë, dhe në fakt kështu thuhet në versionin letrar, doli në dritë, gazeta apo shtypja apo një revistë atëhershme historike, dhe unë po them doli në dritë sepse ka pas nevojë edhe tregu gjithë njerëz profesionistë Kosovë për një gazetë sikur Ekonomia. Ftoj me respekt veçantë kryeredaktorin, analistin më ndryshe të rrjedhave ekonomike në Kosovë, zotëri Ibrahim Recepin. Zotëri Nehat Emrullau, unani, mirë se vini.
Nderuar të shikues, me mua sonte, dy zotëri, duke një bukur shtu, mirë shumë, djemë të ri, kjo komplimenti vetëm që mund t'ju jap momentalisht. Zotëri Ibrahim Rezjepi, redaktor i gazetës i revistë Ekonomia, po ashtu analist njësi mirë i rrjedhave ekonomike në Kosovë, tash sa vite, apo keni marrë, vazhdimisht jeni mirë me gazetarin në fushën e ekonomisë. Pak janë, 35 vjetë. Pak 35. Dhe Nehat Emrullahu, pronari i biznesit Kosovë, Proterm, i specializuar do të në fushën e ngrohjes, ftohjes, pompave të ujit e tjera, kështu më duket nëse nuk gaboj. Për ndryshe të kam ftuar si person specifik do të në komunikim në biznes dhe një interpretues i mirë i rrjedhave ekonomike në Kosovë. Kështu më kanë thonë për juve po ashtu. Mirë se vini në Face Show. Zotër Ibrahim, urime për gazetën. Unë si qytetar ashtu jam gëzuar kur e kam pa, sepse kemi një bombardim vazhdueshëm të gazetave, kryesisht të profilit politikës. Në fakt, vetëm politikë, se në Kosovë mungon gazetat shkencore, mungojnë gazetat bilet të fushës sociale, ma shumë, nështë nuk jam shumë i thirrur për të bërë politika, po më ka ardhur mirë urime për gazetan. Deshta me të pyes në mënyrë të drejtë për drejtë, cili është misioni i gazetës, mbase e di që do ta keni vështirë me majt, që në timovë zoti edhe njerëzit tjerë, besoj që studentat e ekonomisë do ta blejnë, dhe të orientohen, të kenë mundësi normalisht dhe me botua, po, punimet tyre. Faleminderit, po, misioni çdo medium është shumë i qartë. Të jep diçka, të ndihmoj diçka, të kontribuoj diçka, të ndërtoj diçka, edhe na nuk kem si target vetvetes, nuk ja kemi qitë me ndërtu ekonominë, me zhvillu ekonominë, po dojmë spaku të prezentojmë në mënyrë sa më profesionale, në mënyrë sa më të përafërt me fjalorin, sa më të përafërt me lexuesin e gjitha kategorive, në mënyrë që ta kuptoj çka po ndodh në ekonominë e Kosovës. Dhe ju e përmendet shitjen, e unë në fillimisht problemin më të madh e kam si të siguroj një potencial të njerëzve që din të shkruan, din të nuhasin problemet ekonomike dhe din të zbërthejnë ato deri në detale, jo me një qëllim se ky është fajtor, ky është i bardh, ky i zi, po ta marrim ço problemin buxhetor, ço problemin të azam deficitit tregtar, të varfërisë, mirë, ku është problemi esencial? Ku ka gabu të azam qeveria, çka s'kanë bërë njerëz të biznesit. Studentat do të kenë hapësirë të mjaftueshme? Unë po shfrytëzoj rastin të ftoj gjithë njerëzit që kanë vullnet, kanë dëshirë që të ndihmojnë, kanë revistën të hapur sikurse të tyre, vetëm krejt çka kërkoj për i tyre, që të bëjnë përpjekje të jenë nivel sa më të ngritur profesional, edhe të jenë në sinqert në vështrimin e problemeve, jo për hatër dikujt me pa ball apo zi. Ajo çka është fakt. Mbase të dy jeni në fushë të biznesit, ekonomisë, po ashtu. Jo, nga gazetarija. Nga gazetarija, po më tregon diçka, jam mundu gjithmonë me kuptu pse kemi dhe dhona të vazhdueshme që Kosova ka rritje ekonomike, e njëkohësisht ka dhona tjera që përshtohet varfëria. Kur që shtoj me kuptu? Po, këto të zamë të varfëria, të rritje ekonomike, dhonat janë në nivel të përgjithshëm. Ty, me qenë se je prej Mitrovicës, ju kujtohet e Barsoleta se menaxherët hajnë mish, punëtorët hajnë lakën, edhe në fund del mish e lakën a krejt. Edhe këtu që ajo varfëria vërtet ngarkon mbi pjesën më të madhe të popullatës, mirë po që rritja me 2.8-3% sa ka qenë vitin e kaluar, atë e shijon vetëm njerëz që janë afër pares, afër të nderit, afër punës, afër në aty mund të jetë më i thirrur me këtë, por ta kem parasysh se nuk është rast unik Kosova. Këtu mund të ketë 100 vërejtje mund të bëjnë të mënyrat të investimeve, të politikave, tregtare, të ambientit për biznes, por të mirat që krijon një ekonomi nuk i shijon gjithë mënyrë njëjtë. Çka do të ishte e mira, unë plotësisht pajtohem se njerëzit që janë kryet biznese, që themelojnë biznese, ata duhet të ecin përpara, ata duhet ngriten, por
Problemi është në Kosovë çfarë biznesesh kem, edhe prej ka po ekzistojnë bizneset. Ndërmarrja më e mirë partia politike momentalisht. Edhe kisha thonë subjekt i suksesshëm ekonomik po del. Nëse e vështron që është subjekt i suksesshëm i cili vepron në informalitet. Po pikërisht. Për atë, se ka dhe njerëz që vërtet si rasti për termet, apo rasti shumë prodhuesve, rasti i një gjenerate të re që kam pas rast me i taku, që t'ju kanë kthy bujqësisë. Besomni për mu ata njerëz më inkurajojnë me vullnetin, me besimin, edhe që nuk dorëzohen. Kjo është enciklopedike me ndonë Kosovë, rinia do të mjë këthy bujqësisë. Dhe ka fatmirësisht ka shumë raste. Jem në ullumtim e si për një problem, ndoshta një ditë të tashin edhe në ekonomi titullin përsërinë në fshat, veç ju afërdita. Është përsërinë në fshat, njerëzit që kanë ardhur prej fshatit kthehen qoftë në fermat, në blegtorale, në plantacione apo në kultivimin e kulturave ndryshme. Është shumë interesante se tash ai titulli më shumë kish më i ngjashëm se zakonisht ato projekte që unë isha nuk janë të njerëzve që kanë jetuar ndoshta ose kanë një traditë në fshat. Kryesisht janë të aerokremave, si quajnë ndryshe, do të ajo. Vetëm ta kem parasysh. Do thotë është një gjenerat tek e fundit është rrit në qytet apo në fshat, është relative. Mirë po që ka sens për biznes edhe e heton çka kërkon tregu edhe ku është fitimi. Ta kem parasysh. Isha në një fshat në komunë të Gjilanit, një plantacion 120 hektar. Në atë fshat s'ka asnjë të papunë. Sigurisht. E ka edhe sa fshatra tjerë. Dhe zama është fshati Kovrag në Burim. 40-50.000 tonë molla në çdo vit i nxjerrin treg ata. Ose punkte ndryshme për grumbullimin e frutave të malit, ku realisht njerëzit krijojnë najt pastër, jo me shpenzim. Kështu që vetëm ta përdisë po më duket këtu po du pak me i dhanë vetës një kurajo me ngjallë një shpresë se ka njerë që din me punu dhe që shohen ma largë se sa interesat ditore të grupacionet caktuara, qoftë marrë nga pushtetit apo jashtë tij. Deshta me pyet diçka kështu drejt për drejt, zotrin Neat, jem biznes që sa kohë. Kam dëgjuar dje një mik timin tha, dini se thuhet për Amerikën se është vend i mundësive, do të vend mundësive për të zhvilluar, për të realizuar ëndra. Po tha, nuk e besoj që Amerika ofron kushtet që ka Kosova, dhe tha une njenin që e ka ndërtu shpinë 3-4 kretë veresi. Pas një pagesë, pa kur gjojëq, dhe kështu fletë edhe për biznesin, mund është me hymë biznes, dhe kështu me pagesat vënuara, me likuiditet bresht, kisha me qujt, po vazhdojnë edhe kjo në Kosovë, dhe ku është morali në biznesin e Kosovës momentalisht? Po mirë thë dhe mirë pas ka thonë edhe miku, se këtu mundesh me ndërtuan edhe shumë, edhe me thonë pas një investim. Fatkeqësisht ekonomia informale është shumë e madhe, shumë e rriton. Likuiditeti është në nivelin më të ulët të mundshëm, do thotë para një viti 2, mbas edhe Ibrahimi mund ta di ka qenë mbi 2 miliard, është vlerësuar që janë borxhet mes njëri tjetrit që nuk e donën, edhe kjo sigurisht e pengon zhvillimin ekonomik. Mund pëlqej Ibrahimi që foli deri tash ishte me shumë optimizëm për të ardhmen, sidomos për të rritë në fushën e bujqësisë në veçanti, ajo duhet të jetë bazë me thonën e platformës politikave të zhvillimit ekonomik të qeverisë. Mirë po, unë konsideroj që ajo mund të jetë më shumë teorike, ose mund të jetë në rastet veçanta ose individuale. Fatkeqësisht, Kosova mund të jetë një mundësi shumë e madhe, kundër të asaj që e tha, një mundësi shumë e madhe, po e themi për të gjithë këto, për qytetarët e Kosovës, mirë po politika që ofron qeveria e jonë nuk janë të përshtatshme dhe nuk janë të përkrahur, nuk janë me interes të zhvillimit ekonomik. Qeveria ka një mision me mbledh taksa tash. Po e dim, do të s'ka nevojë, s'ka filozofi. Çka deshta unë për juve, ne vazhdimisht shohim në televizion, do të ka vazhdimisht emisione, do të me ekspertë ekonomisë e tjera. Unë ju kam ftu këtu për me folë pak më thjesht, mundësisht, kisha kërku për juve, pse ndoshta nuk mund ta zbërtheni zhargonin tuaj, retorikën profesionale që keni. Po du ju pyet që ky biznesi në Kosovë kretan kohën që ka veresi, që s'po paguajnë, gjithë kanë probleme, po ishe vazhdimisht të funksionu. Asnjëri nuk ndalët. Që konsumi përgjithshëm. Kush më e kuptu që të ekonominë e Kosovës? Nëse do me kuptu në atë zhargonin për këtë. Shtëpia bëhet veresi. Është një proverb thuhet kush falë s'ka.
Edhe terasi i shtëpisë vetë me pa kush është djeg. Dikush ka pagu. Okej. Spaku, veresi, dikun s'ka qare pa mbyllë ciklet, qoftë edhe me krem. Kem sa raste kur njerëzit kanë u shtëpia, kanë u pasuni për shkak fajdeve. E ai ka bo shtëpi 4 kashe, 5 kashe. Mirë, po kush e ka të shtëpinë është çështje tjetër. Ndoshta je shumë më afër problemit. Jo, kjo është evidente dhe është shumë prezente. Po i themi po nisem prej asaj prej kamateve të larta, që ta imponon edhe të futesh me një biznes, po them, kushtimisht atë, po edhe ti nuk arrin me paguën një kredi ose ku ta di unë dhe ke fillu veç me humbën. Në anën tjetër ke fillu ke marrën borxh prej tjetrit. Ose ke hy me një projekt ku projekcioni ka qenë i gabushëm ose ka tejkaluar në investimin, sigurisht në mënyrë automatike detyrohesh me mbetën borxh tek tjetri. Po unë mendoj që në krejt këto duhet të them që politikat e zhvillimit ekonomik janë ekstrem të rëndësishme, ose janë shumë të rëndësishme. Unë e pajtohem me atë që folëm deri tash se ndoshta edhe në shkrimi i marrëveshjes fundit, jo ndoshta, po është shumë i rëndësishëm për neve. Sigurisht që politika është numër 1, mirë po zhvillimi ekonomik është numër 2, ose më njëherë pas zhvillimeve politike. Po unë kujtoj që qeveria jonë nuk e ka me shumë seriozitet ose nuk arrin ta kuptoj. Shohim një retorikë të vazhdueshme që lexova edhe në revistën Ekonomia të zotit Ibrahim Rexhepi, që mendoj që nuk është vetëm për student, po duhet të jenë për biznesin, për hapësirë për student, kam thënë me shkru këtu. Po, edhe për me shkru, sigurisht. Kjo duhet të jetë për gjithë atje. Po. Deshta më ju pyet për këtë raport të Shqipëri-Kosovë, gjithë ditën na kemi kështu politikisht deklarata vllazërore, gjithë natën politikat kundërshtuese doganore. Që më shpjegu këtë farë raportin tonë vllazëror mes Shqipërisë dhe Kosovës? Na sigurisht që kemi raport vllazëror sepse i përkasim një kombi. Është e padiskutueshme është ajo. Ne kemi funksionuar ndaras një kohë shumë të gjatë. Është ndërtuar një mentalitet krejt tjetër. Ndryshimet në vitin 1990 në Shqipëri ka krijuar një dinamik krejt tjetër nga ajo që na e kemi në Kosovë. Edhe mund të them, sepse kam pas fatin me thonë, me jetu një kohë gjatë në Shqipëri. A punohet edhe atje sigur në Kosovë? Me pagesa, me vonesa, me rana? Po, punohet edhe atje, sigurisht që punohet edhe atje, po ata kanë një koncept, një vizion krejt tjetër. Mi përshtrohet pyetja pse nuk ka bashkëpunim në sferën e ekonomisë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Fillimisht duhet me pa interesat. Biznesi gjithmonë kalkulon në interesat veta. Mirë, për nëse flitet për një eksport që ka qenë më i madh, që kemi pas disa raste nga Kosova në Shqipëri, edhe të kundërtën kemi pas nga Shqipëria në Kosovë, aty megjithatë janë involvuar janë figurat e mëdha politike. Edhe ato nuk i ka dhënë ndonjë përkraje. Kështu që më shumë mbetet në atë bazën teorike, ose unë them këtë tjetër, në momentin kur ata takohen mes veti, vetë kënaqen në diskutimet e përgjithshme, të them të jemi edhe politike, po asnjëherë duke u ndalë në problemet ekonomike. Unë mendoj që takimet të niveleve të larta, i më shumë janë takime për fushata, për kamera, për televizione, se në fakt nuk vrej asë çka ka bërë qeveria e Kosovës apo e Shqipërisë drejt për afrimit të raporteve. Në rregull, nuk mund të përshkak të X dhe thonë, mirë, autostrada, çka me autostradën? Me shku ma shpejt në Tiranë? Okej, këtë në rregull është. Edhe autostrada është një prej objekteve kështu madhore e cila ka ka ndërtu raporte shumë të paraparta. Mirë po, ajo në shku do të shqiptarët me shpenzu normalisht Shqipëri dhe mos me marrë dhe askush për Shqipërisë. Mirë po, kem një problem tjetër. Ta zam, pse në tregun e Kosovës nuk ka produkte të mishit Shqipërisë? Salam, salcice, ke prej tanë botës. Unë kam dëgju, mos merret ky që kjo është arsyeja, po plas një opinion. Thotë jo se ato kanë përzierje mishderi. Po prit, ato që po vinë prej Serbisë, prej Bosnjës, ku është siguria? Edhe tjetra, unë kam një bindje që reagimet si kesh me rastin e patates, rastin e cimentos, rastin e qumshtit, miellit, janë shumë eksesive e shpesh më shtyn të mendojnë se mos njerëzit vendimarrës janë të lidhur edhe me çarçe të ndryshme biznesore ku mbrohen interesa të caktuara në treg. Mund të qeveria e Kosovës më janë dalë turistat Shqipërisë?
S'ka ku i qanë. Edhe nuk di çka do të banë me gjitha të pare nëse Messi në Kosovë nuk shpenzohen Bregdet. Atëherë buxheti bëhet shumë më i madh, po s'more se ka shumë turistë që vinë prej asaj ane tjetër të Bregdetit edhe nalen në Durrës. Ata sjellin më shumë pare se na që shkon prej Prishtinë e prej Prizrenit. Shqipëria është presion për turistëve kosovarë. Çfarë çështë edhe niveli i turizmit? Mirë, kështu si... Mundesha veç shtoj këtu. Infrastruktura është domosdoshmëri. Po e themi të fillon prej infrastrukturës rrugore. Nuk diskutohet që ajo na ka ndihmuar shumë. Ka hapur një rrugë shumë të madhe, ka kriju mundësi shumë të mëdha, ka kriju lehtësi të mëdha. Po e them prapë edhe më duket nëse nuk gaboj në gazetën Ekonomia lexova ose dikon tjetër, do të bën një krahasim mes Durrësit edhe Prishtinës në kilometra dhe Durrësit, Prishtinës edhe Selanikut, që tregon një shkurtesë shumë më të madhe. Do thotë porti i Durrësit kish më qenë shumë i favorshëm për neve. Mirë po, ndodha e tjetra që tha pak më parë edhe Ibrahimi. Këtu mund të ketë edhe interesa, po them kushtimisht të vogla ose të mëdha, se varet si vlerësohen ato. Gjithkohë ka interesa, kjo është okej. Janë të teprume sepse nuk shikohet interesi kombëtar që na gjithmonë promovojmë, po në këtë moment shikojmë interesin e vogël ose interesin e xhepit. Sigurisht një ministër ai më shumë llogarit, po i themi kushtimisht një patatë më ardhën prej diku tjetër, sepse ka një interes të vetin, edhe nuk e merr nga Kosova. Ose kundërta që e folëm për ndryshe. Shërbeuni me pak pije relaks është problemi i Kosovës. Unë me respekt dhe me kënaqësi reklamoj produkte nga vendi. Am lejoni vetëm ta përfundoj një rubrikë është në Facebook, e dini tash Facebook është një shprehje e përditshme ku njerëzit takohen, rrjet social, patjetër se këtu është një informim i veçantë. Të shohim diçka nga Facebook, pastaj do ta vazhdojmë bisedën. Relaksoni me relaks, i bof mirë. Facebook dhe 5 mendimtarët e famshëm të kësaj rubrike Ilmi Dibrani. Ilmi është nostalgjiku i kësaj rubrike të Facebook. Pleq të njëherë thoshin, ka me ardhë një vakt që huduti me shkon, ka me kon të ura ibrit, një ushtara nej e një ok nej. Ty be po, kështu thëshin për para. Nostalgji, na e kujtu diçka jo të këndshme. A ju kujtohet kur vinin mysafir e ne ishim të vegjël dhe sytë e veshtit cicëranin e i hapshin a mos po ju nihet në gjepat e mysafirëve zhurma e keseve të bombonave. A manin mend kur ja qitëshim tranzistorit një gjezve të bakrit ofër antenës për me i rrok stacionit ma mirë? Teknika të... Kur të këshysh me krahasu për dy ky me vetë vendosje, dyqysh kjo vetë vendosje po duket si vetë shërbim, shkon kur dush e delehen, e këta tjerë si zhëto promet, vetë ta mot e vetë ta jep, ose s'ta jep. Ne jemi si popull kështu të mirë, po kur blejmë diçka nuk tregojmë sa, kem qef me rajt ka pak, ose mi ashtu çmimin, ose asnjëherë kur blejmë. Faleminderit Ilmiut. Vazhdoj me Migjenin. Jeta në Kosovë nuk është më sot për nesër, nuk ekziston motoja sot për nesër, por në Kosovë jeta është sot për dje, sepse dje kena marrë kreditin dhe sot po e paguajmë. Kjo është mënyra e jetës. Sistemi politik në Kosovë, të gjithë për një e një kryen veti. Kështu po funksionon si duket. Migjeni si duket, po dhëtë Migjeni, kam bo be që mos me bo be ma, mirë shumë. Kur s'ka kusur, bën edhe krem banane. është fjallë e urtë popullore, është praktika e marketeve, kur s'kan gustur ose të japin diçka temë, një krem banane. Taksistat në Kosovë e kanë një shprehi të vazhdueshme, thotë, përplaset që atë derë pak ma shumë, se nuk po mshelet mirë diçka. është thonja e famshëm taksistëve. Faleminderit Migjenit, vazhdojmë. Nejat Latifi thotë, ku tën natën pas kam pa ondër të mbrojt, si portier. Nejati është fans i Barcelonës e dini dhe ka përjetu shumë i Realin duket edhe njëjtë i Barcelonës ka përjetu rënd humbjen dhe gjithë natën do të ka pa ondër të mbrojt, të mundu mi mbrojt golat e Gjermanëve. Këtë,
Merkeli ka marrë fuqi. Vazhdojmë. Kështu thot në gjati, ka përjetu rëndë humbjen e Barcelonës, po më vjen kesh në gjatë. Edhe unë jam konë djalli mirë, po si ma bleti baba BMW, u prisha krejt, është një citati një shacit, si e përmend kjo atje në Zvicër. Me pas sy Gjermani prej katit 5, edhe unë kisha kësy mas ti, tu konsideru që din Gjermani normalisht, pse po kësen, po që lunë futbol, qështu, kur se kisha besu. Vje shumë kesë në gjatë këtë javë ka pësu do një formë depresive, se ka hupë shumë prej Gjermanve. Bashkë jeton me Gjerman. Vazhdojmë. Shkodran Ramadani, i ngarkuar vazhdimisht me politikë, këtë klasë ma të keqe politike se Kosova, veç Shqipnia e ka. Sërbet kanë thonë, Dacici e shiti Kosovën, Shqiptarët tha që e shiti Kosovën. Qka u shit po dijet, po kush e ka blejë, su po i bjen fije kërkush. Vazhdoj me fisnikun spirituaz, më tha ta hon kësha zemrën, e unë e denoncova me njëherë për trafikim organesh. Ata Amerikanët garant se kanë problem me hymë punë heq, se e din anglishtën mirë, kjo për parësi. Thonë që shiu të bënë romantik, ama zakonisht mu më bënë qullë ku të më zenë. Dhe thënjën e famshme, që ka thonë femna e parë, krejt djemët janë të njëjtë, është një kineze që i kishte humbur burrin në një supermarket në Kinë. Normalisht, kërë ka kërku, gjithë kanë qenë njëjtë. Faleminderit shumë mendimtarëve. Vazhdojmë në emisionin tjetër. Nderuar, është përqendruar pak vëmendjen sepse kjo temat për ekonominë vazhdimisht që sa vite do të shoh dhe përcjellet debate janë njëjta, po ja që është emisioni i parë ku diskutohet për ekonominë në mënyrë ma të drejtë për drejtë, ma analitike sikur jo. Zotri Ibrahim, a ke ndonjë këshill për diasporën vazhdimisht unë takoj do të ka njerëz shumë në diasporë që kanë kriju kapital, po frigon me investu në Kosovë, nuk shohin perspektivë. Kryesisht këtë që ka mundën me ndërtu, diçka do shtëpia ka 5 katë, qështu që nuk jetojnë kur në to, dhe konsiderojnë si investim. Po, nuk isha thonë që nuk investojnë. Po, këtë probleme është ku po investojnë edhe që dhe pare pëse nuk po reflektojnë një përqendrueshmëri më të madhe, një zhvillim më të madhe. Se kur e kem parasysh që janë diku rreth 600 milion euro, të cilat vinë mëna viti, si mas shënimeve zyrtare, pa hyrë te kanalet tjera. Kjo është diku e barabart mbi 10% të GDP-s që ka Kosova, mbi 10% të gjitha vlerat që ka Kosova, thamë që është një potencial dhe një infuzion shumë i fuqishëm edhe gjak i fresht për financimin e mirëqenies. Spari kësha thonë mirëqenies sociale në Kosovë e mas të nej për problemet tjera. Qka kisha këshilu diasporën? Dore zemën, letë ju thurë që një vlazme kushërive që ka punani diçka, e na ju ndërtojmë në fabrikë, ju ndërtojmë në ju hapin në biznis, e jo të dërgojnë që na me pare tyre shmenzojmë kafeve, apo të blimë vetura BMW, si e pataj... Ka dikush thotë që diasporë që kemi pa edhe hajrën edhe shirën, në Kosovë ta kanë një 50 vjeçari cili asë njerë ditash nuk ka prejkë punë me dorë, kryesisht i ndihmuar dhe i përkrahur prej diasporë, prej familjarë, do taj nuk ka pas mundësi me punu, se dhe s'po ka punë diçka. Janë edhe disa ullumtimet UNDP-s e nëzjerë këtë fakt, e argumenton që njerë që përfitojnë remitanca, që përfitojnë dorgesa, shumë në përqindje shumë ma pak paraqiten në byrot për punësim, se sa këta që nuk kanë përfitime anësore. Ata një farform janë të kanë të ardhuna, ja kanë byron për punësim, e kanë përëndim dikun. Kanë përëndim edhe këtu kamën mi kamë, se fa edhe vlaut, alo. 220-30 milion euro janë vjetë shpenzimet për impulse të telefonit. Dikun janë mbi 500 milion euro është importi i karburantëve. E këtë janë këto pare, kisha thonë, ka edhe 1% është e domosdoshme, po ka mundësi edhe të reduktimet.
Ka mundësi edhe të lutem, unë nuk mundesh me kalu të azam rrugën, e kur sheh në veture keni njeri, dy kur si ki. Do thot, është një shumë jo racionale shpenzimi. Ose me hin kredi për me lej benzinë. Kredi me hymë me shkundeti? është arsyeshme kjo? Po duhet për natit këshive, duhet me marru qefin dikujt. Jo, duhet me kuptu edhe një kategori të njerëzve, po të çështja e kredive. Vërtet në të botën hyn njerëzit në kredi. Po problemi është që atë që e tha edhe zoti Naçi, është shumë e shtrejtë kredia. Edhe duhet me marrë mirë çush me kthy atë kredi. E te biznesi është një problem edhe më i madh, se janë kushtet jo stabile të zhvillimit biznesit. Sot e ki kështu, nesër ndron situata dhe ty qetë prej lojës edhe metet kredia, metet kamata edhe këtu është vaj thjesht i qeverisë. Nuk mundet për çdo ditë me ndru politikat, me ndru vendimet për shkak se biznesi kërkon stabilitet. Kam një plak, shtu thoshte do të për këto një reagim i tij ka qenë kur ka dalë për bankës, ka thonë çto bankat e Kosovës kanë më majtë menë ma zi se shkjetë. Nuk e di tash se si kom përjetu shumë të këto presionet e... Pse nga matat ka shlarta? Pse ka risk shumë pak Kosovë? Risk madhë, thot, ndërsa kredit këshia mas pak në rajon. Kur shpjegon këte? Shteti është jo funksional. Okej. Si duket këtë fajtë jo, është shumë e vërtet që po kultura e konsumatorit në Kosovë sa është si mbas jush? Ka kulturë konsumatorin në Kosovë për konsum, për planifikimin e shpenzimeve? Po, sot për nesër, sot për sot. Sot për sot. Nesër s'ka të bjesë zoti. Po, vetëm po them që kjo, ta zëmë, kjo kultura e konsumit, mënyra e planifikimit shpenzimeve, shohim se janë pagat edhe sa është çmimet e shportit së ushqimeve në Kosovë. Ajo është fenomen, është e pasbëruar. Qysh me bë planifikim atëherë? Po. Është fenomen, me 300 euro pagë i shpenzon 600. Sot i marr 100 euro, i harxoj 200. 100 i fitoj, 100 i zoti më sjell. Po. Ti vjen i magjis. Po, zonë. Kishe me thonë që shoqëria kosovare është shoqëri konsumuese. Mi po çka është e keqja, edhe buxheti kur bëhet i Kosovës është buxhet konsumues. Ne nuk kemi shoqëri prodhuese, as nuk kemi buxhet prodhues. Po kthena te diaspora që thatë pak më parë. Unë mendoj që diaspora është një potencial i jashtëzakonshëm i pashfrytzuar. Me përjashtim të asaj që ata çojnë diçka këtu, një pjesë e vogël kanal për investime, diçka dikush ka bënë të vogël, një pjesë janë kthyer mbrapa dëshpërum, ndërsa pjesa tjetër as nuk është ftuar. Unë e kom pas rast me takuar, po i themi kushtimisht edhe ambasador jashtë, tonë, shqiptarë, dhe kemi bisedu Kosovarë, kemi bisedu, nuk kanë asnjë kontakt me bizneset, nuk kanë asnjë ftesë ata, nuk ka këtu një ambient të zhvillimit ekonomik, një ambient të investimeve. Mirë, zonë Nat, a keni informacion në diasporë ose një pjesë e mirë e shqiptarëve në diasporë kanë biznese momentalisht dhe qëndrojnë shumë mirë edhe materialisht, shumë e vërtetë. Edhe financiarisht. A mund të mbledh 100 shqiptarë të diasporës dhe me themelu një bankë Kosovë me kapital 100 deri 200 milion? Por nuk unë besoj që mundën me e bë edhe një bankë, por për mua është më me rëndësi qeveria ka tash edhe një ministri të veçantë për diasporën, që nuk është vetëm për qytetarëve me siguru me po, kanë pasaporta, e kanë siguru jetën atje, apo këtë tjetër. Kryesore, kështë me qenë, themeltare, asaj ministrije, po edhe të tjerëve, jo vetëm e tyne, duhet me qenë me kontaktuar biznesmen shqiptar, fillimisht, pastaj që u përmend pak më parë, biznesmen që kanë edhe miqtë vetë atje, edhe ata me juftu këto, me ju kriju kushte, me ju kriju ambient për investime, kështu kishim e pasur në zhvillim ekonomik mirë fjalë. Mirë, po nëse na jemi refuzues, sigurisht ata nuk vijnë. Do të përmeni një detalj. Prishtinë, Shkup, sa gjallë 70 kilometra. Edhe në Maqedoni ka beneficione, privilegje caktuar për bizneset fillestare. Këtu duhet me startu me 26% ngarkesë. Qoftë TVSH, qoftë dogan, qoftë çka do. Edhe tash kur e ke parasysh distancën gjeografike, është frikë që ata njerëz të shkojnë në Shkup e prej atje ta furnizojnë Kosovën.
ose edhe këto biznise që... Kosova politika njëta si Luksemburg, në një shtet i veçantë, sepse nuk mund me arë gjithë kush me jetu këtu. Po, është mirë, ke drejt, po atë vetëm mos të harrot. Në hati që Zotrinja që tha shtet konsumus. 2 miliard e 600 milion euro është importi. 2 miliard e 600 milion euro çdo vit na i dërgojmë jashtë vendit. Unë nuk jam prej atyre që na duhet të... A është e mundshme që kosovarët gjatë muajit Ramazanit kur agjerojnë ja ulin do thotë eksportet shtete për rreth? Konsumojnë më pak? Po jo, se pasane atë janë do bajrame, janë do problemi hume, kështu që kompenzohet. Konsumi vazhdueshëm. Mirë, nuk... Jo, vetëm është edhe një vërtet tjetër që merre buxhetin kur është, buxhetin e shtetit, politikat afatgjate të shtetit, gjitha bazohen në import. Vjelën e tyre në kufi e jo forcimin e biznesit mbrana. Gabimi më i madh i kësaj qeveria, apo dhe gjitha qeverive në të kaluame, ka qenë se biznesi është pas si burim për tyre në buxhet. Do thotë është pas si potencial për me vjel. Jo si potencial për zhvillim, potencial për punësim, është bashkëpunëtor për realizimin e buxhetit. Kështu. Mbledhje parë bjermi në administratat e modën. Ortak. Buxheti, po duhet të them, buxheti... Zotëna, tregomni, a ka në Kosovë kulturë, jeni zotë në rrjetë, a ka në Kosovë kulturë të ndërtimit të kompanive me aksione, a kanë shqiptarët, a kanë kosovarët kulturë? Nuk kisha me thonë që ka se s'ka, sepse nuk e determinon situata. Dhe sona nuk kemi një zhvillim të mirë fillt, atë fillojmë me dyshum se cilin. Kur ka politiket shnorshë zhvillimit ekonomik, unë besoj që ka kulturë... A ka shumë ndërmarrje në Kosovë me aksionarë? Po nuk besoj që ka shumë ndërmarrje me aksionar, janë më shumë individuale, që tjetër, 98% i ke mikro-ndërmarrje, 98% në Kosovë të ndërmarrje janë mikro-ndërmarrje që kanë më pak se 10 punësuar, ose më shumë janë ndërmarrje familjare. Kjo që nuk mundemi me prit, mirë po nëse të ndërtojnë politikat shnoshe, ka mirë besim, sigurisht që kultura krijohet. Sa ka papunësi në Kosovë sa kështu, sepse këto dhona që jipen, unë kam lexuar një sociolog, do të një ekonomist, si kishte titullin ekonomi sociale, kështu diçka kishte i specializuar, a të është me 26% të papunësuar në një vend, dhe me varfrit, me dej 30% djera, çdo 10 metra mundesh me pa nga një lips në rrugës, dhe është e pamundur të me qenë e vërtet kjo përqindje, po informaliteti është i lartë në Kosovë, për shembull sa ka punëtor në Kosovë, veç drugtari që punojnë në përpodrume shtëpijave, që nuk janë të regjistruar askund, që bojnë shumë shërbime, ka X, sa e ka marrë shembull një kolegi imi në fakultet, informalitetin sa gjakovar prodhojnë suxhok nuk janë të regjistruar kërkon. Sa ka frizer, do thot, në çdo fshat i ke 2 deri 3 frizer që bojnë bizneset dhe ka të hyra gjitha këto qarkullojnë. Po si mas jush, ku ka informalitet tjetër? Është interesant raporti shifrat kur i krahasom Kosovë-Shqipëri. Po? Kosova është 45, 46, varet ku e lexon se edhe këtu ta zëm statistika zyrtare. Po, nëse është gazeta opozitare, rrit pak, nëse është pro pak e zoglan, në Shqipëri është 12% papunësi. Edhe atë që përmend çështjen e lypsve në ditën në rrugë tona prej ka vinë lypst. Mirë po, atje është një model tjetër. Ai që ka tokë edhe mundësi pune llogaritet i punësum. I punësum. Ashtë në Kosovë 100% të punësum. Kemi me mira familje që kanë lënë do thotë parcelat të mëdha të tokës së punueshme dhe kanë ardhur në qytet, janë bërë raste sociale. Janë modelet të njoftuna edhe në botë, çon boka botërore, janë modelet që po mirë, është fenomeni i Ballkanit. I Evropës Juglindore, më falë. Përgjithësi, fenomeni shoqërive në tranzicion, shoqërive të cilat hala se kanë marrë vetveten, hala nuk kanë ndërtuar një vizion për të ardhmen, hala tu këshyr me privatizu, me shit, me përfitu, me ble lirë, me shit shtet. Kam dëgjuar shpesh kur njerëzit të zhgënjur, për shembull, del dhe kërkon punëtor. Dhe ke do thotë nevojë për një punë sezonale,
dhe shumica njerëzve që kanë biznese ankohen për punëtor të pakualifikuar, përveç kësaj punëtor pa motiv, pa ambicje, ndërsa ata që punojnë dhe janë të varur nga një vend pune, ankohen që sektori privat nuk paguan shumë, nuk i trajtojnë mirë punëtorët. Kush ka faj këtu? Zodinat? Punëdhënësi. Punëdhënësi? Jo, unë po nisem pak me një të dhona kështu më të rëndësishme. Në shkollën e mesme kemi dikon rreth 110.000 nxënësa. Prej këtyre dikon rreth 60.000 nxënësa në arsimin profesional. Do thotë 57-8% janë të nxënësa në arsimin profesional. Në donator të caktuar, themi të si Gizi që është si Swiss Kontakti, trajnimet direkt të punëve praktike. Ka investime që kanë bërë në infrastrukturë, në shkollë, në laboratore, në punishte, në punëtori, në krejt këto. Mi po si përfundim dalin nxënës pa kualifikuar. Tash prapë janë këtu politika që zhvillon, po i themi këtë rast qeveria ose Ministria e Arsimit. Ata nxënësa janë të lënash anash. Me përjashtim të investimeve që ndodhen drejt për drejt, do të nuk ka ndonjë përcjellje tjetër, fatkeqësisht. Edhe sigurisht që nuk ka cilësi. Për mendimin tim edhe këtu duhet funksionojë një tresh. Do thotë që duhet qeveria, duhet jetë shkolla dhe duhet jetë biznesi bashk. Bizneset nuk janë askund përfaqësuar, ose edhe partner social të tjerë. Nuk janë askund përfaqësuar. Kështu që një farë mënyrë sikur i marrim detyrat, obligimet formalisht, por nuk vazhdojmë me i përcjellë se nuk kemi njohuri se si ta organizojmë punën. Kam dëgjuar një shprehje tjetër, që Kosova nuk vun prej papunësisë, po Kosova vun prej papunëtorëve. Çka mendoni ju për këtë? Jo, nuk kisha me thonën. Kosovarët, unë kisha me thonë nga përvoja ime po e flas, edhe shumë sinqert, Kosovarët janë shumë punëtorë. Janë shumë punëtorë. Po, janë as janë tash se janë punëtorë. Dikush thotë që s'janë. Jo, varet ku punojnë. Dhe a janë të kualifikuar. Nëse punon në institucione qeveritare, aty ka bollok të punëtorësh që s'ka nevojë këtë me punu tetor. Secili punon ka 2 orë dhe mrin tetorshin bashkë. Pajtona plotësisht aty. Aty pajtona. Jo, në institucionet qeveritare duhet të them që ka shumë birokrat, ka shumë birokraci. Është gjithandej botës. Sektori publik do të thotë ka aty funksionon do të thotë Pareto, si dhe koncepti Pareto, sistem Pareto 20-80 do. 20% punojnë dhe 80% pushojnë. Kjo është evidente gjithkohë. Është një dallim i madh mes asaj që punojnë edhe s'punojnë, po birokrat është diçka tjetër. Fatkeqësisht na ka birokrat që është i mjaftueshëm me qenë 2-3, me një ndërmarrje me një institucion ku janë 5-6 punëtor, 2-3 prej tyre dhe ata shkatrojnë. Edhe atë institucion, po edhe palën tjetër. Është shumë i mjaftueshme. Kështu që mendoj që është një nga problemet kryesore që kemi është prezenca e birokratëve. Fatkeqësisht askush s'merret me ta. Ata do të thonë janë mbi ligjin, marrin vendime autoritare, edhe e dëmtojnë, edhe institucioni ku punojnë, po dëmtojnë edhe palën tjetër. Vetëm duhet me kuptu ata të azëm se shumica për tyre për herë të parë janë punësuar në qeveri, drejtor departamentës. Kosova ka... Kështu që i mungon kultura e punës, kështu që shpresoj që përmirësohen edhe ata. Po, vetëm në Kosova është vend enciklopedik, do të s'di pse nuk kanë shënuar në librat në Wikipedia, për shembull, si diçka e veçantë që kemi pas ministra, vend e parë të punës, në biografi shun ministër. Kjo është interesante, është për mu... Po, nëse nuk shkruan Wikipedia, shkruan Wikileaksi. Po. Ju falënderit. Vetëm nëse më lejon një detalj. Kemë një rast në revist. Një kompani në konstruksione metalike. Kërkon ajustator, kërkon saldues, problem është më letë, të kualifikuar. Kërkon shofera, 500 veti paraqitet. E dyta, kam në një hulumtim të Reinvestit bashkë me UNDP-n, në anketa rreth kushteve të punësimit, kriterëve për punësim, sipas anketës të punësuarve, dikur kvalifikimi shkollor edhe dia është në vendin e 5. është afërsia familjare, afërsia partijake, relacione ndryshme ndërtohet, e diploma e ekipit i Harvardit apo ekipit i predikat tjetër nuk bën shumë punë në tregun e punës në Kosovë. Një kolegi im më ka thonë tonë në televizion, tha me këtë trend të vazhdimit të diplomimit, të pajisjeve me certifikatë dhe me master diplomimit vazhduar, por dikon për 15 vjet parashit në Kosovë të kemi 90% të popullatës me kualifikim të lartë të shkollimit dhe s'do ta kemë asnjë njeri me ngul një baski dikon. Unë frikon
që do të kemi 90% me tituj dhe do të jenë punëtor të arsimit që nuk din me mësu diken. Faleminderit shumë. Qëndrani aty. Edhe kam ka një dhurat. Për Ilbaris Artini, po këtë, kështu, legislacioni tatimor i Kosovës, besoj që duhet ma shumë tyne atë. Faleminderit. Ma përmendi ma herët në ati se është problem që shumica njerëzve që takoj të qytetet Kosovës thonë se kur po danë qytet nuk për një askend. Është invaduar Kosova për alienëve, nuk e di qka, po zakonisht shumë qytetarë ankohen dhe nuk e di qka po ndodhë, është gjenerate e re, apo qka është në pytje. Gani me Metaj, qytetin e Ankth, një roman për të relaksu. Faleminderit shumë që ishit këtu, sonte, ndëruar të shikues, i faleminderit shumë për vëmendjen, kemi kushtu pak ekonomisë këtë rast, pak ma për tokë, u mundova pak që t'i zbres edhe bashkëbisedu sonte. Falenderojmë shumë Relux, Fatlumi, Minimax, Relux e tjera. Për përkrahjen, do të këndosh ti, apo? Një muzikë të lehtë për gjumë, okej? Kështu do t'jetë formula. Apo? Arpan që kave? Një kongë. Nderuar të shikues, kongë Prisnis? Po. Por diçka s'do kanë rregull me ty më që unë herë dash nis, po vun tash Prisnisë djarje. Kujt pja kushton ato mysafirëve të mia? Po ju kënoj mysafirëve pse nuk vlen për ta. Hë? Po. Mos papagesja, do të thotë. Nderuar të shikues, faleminderit shumë, shëndet, bereqet e gëzime në shtëpitë dhe familjet tuaja, miru pafshim javën tjetër.